Të vendosen mekanizma që nuk do të lejojnë që mosmarrëveshjet bilaterale të bëhen pengesë për realizimin e qëllimit kolektiv dhe të përbashkët. Këtë kërkesë e bëri kryeministri Kristian Mickoski në hapjen e takimit të rregullt vjetor të Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, i cili këtë vit po mbahet në kuvendin e RMV-s, pikërisht në 5 vjetorin e antarësimit të vendit tonë në NATO. Kryeministri u ndal edhe tek tragjedia e cila goditi vendin javë më parë në Koçan, në të cilën humbën jetën 60 persona dhe rreth 200 të tjerë u lënduan. Kjo fatkeqësi, tha ai, jo vetëm që na tregoi se sa e brisht është jeta, por theksoi edhe rëndësinë e solidaritetit dhe mbështetjes së ndërsjellë, duke përmendur këtu solidaritetin që treguan vendet aleate dhe partnere të RMV-s. 9 shtete europiane ofruan ndihmë vendit tonë menjëherë pas tragjedisë në Koçan. Bashkimi Evropian përmes mekanizmit për mbrojtje civile koordinoi evakuimin mjekësor të lënduarve në spitalet e specializuara në rajon. Kjo tragjedi na kujtoi se solidariteti nuk është vetëm një fjalë, por një vepër që i bashkon popujt. Ai gjithashtu përmendi se gjatë 5 viteve të fundit nga antarësimi jo në NATO, vendi kontribuon në mënyrë aktive për sigurinë dhe stabilitetin kolektiv të aleancës. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski në fjalimin e tij tha se takimi i Komitetit të Përhershëm, i cili organizohet për herë të parë në Maqedoni, është një sinjal i fuqishëm i unitetit dhe i konfirmimit të vendeve tona për forcimin e bashkëpunimit aleatësh, transparencës dhe demokracisë parlamentare. Deputetët janë një lidhje etike mes përfaqësuesve të 32 parlamenteve dhe ne u jemi mirënjohës për të gjithë punën dhe për kushtimin e tyre në mbrojtjen e qëllimeve dhe interesave të përbashkëta. Ne mbetemi të përkushtuar për investime të qëndrueshme në mbrojtje, duke ndarë 2% të prodhimit të brendshëm bruto dhe mbi 32% të tij për një nga pikat më të rëndësishme, pajisjen dhe modernizimin e ushtrisë, duke forcuar kështu mbrojtjen kombëtare dhe kolektive. Asamblea Parlamentare e NATO-s është organizatë multilaterale që vendos lidhje thelbësore midis NATO-s dhe parlamenteve të vendeve anëtare të NATO-s, siguron transparencë më të madhe të politikave të aleancës dhe kontribuon në forcimin e vlerave transatlantike të organizatës.